mirë, dakordohesh për pikat kryesore të cilat janë pikat të rëndësishme për partnerin tënd edhe për ty, edhe dakordohemi për vizionin për Kosovën, edhe pastaj detajzohen pikat tjera dhe tentohet për të bërë një mirëbesim. Por, deri sot nuk ka asnjë marrëveshje, jemi duke shku në një takim fillestar të thirrur nga Kurti dhe po e them edhe një herë, varet shumë nga ai dhe nga partia e tij, nga gatishmëria e tyre për të ndërtuar një institucionet e Kosovës dhe për të ndërtuar një partneritet. Edhe këto, domethënë, kjo është shumë e qartë. Përveç presidentit, a keni kërkesa për ministri të caktuar, cilat janë ministritë e linjës që do t'i kërkojnë LDK-ja? Jo, në këtë fazë nuk kemi kur një, si me thanë, kërkesa jonë tani është për ka të bëj me formimin e presidentit, me që aty jemi si parti politike që kërkojmë, ose kemi peshën e votës, edhe kërkohen edhe votat tona për bërjen e presidentit, e nëse kjo na çon tek diskutimi edhe për qeverin, pastaj do të diskutojmë. A i keni votat e mjaftueshme, tash me matematika nuk i keni votat e mjaftueshme për me zgjedhje edhe krizën e presidentit, LDK-ve të ndosje, edhe pakicat. A i kemi votat... Po, së bashku, si partner nëse bëhet. Unë mundë me folë vetëm për çka kemi si parti politike, ne kemi qëndrimet e qarta. Nësë arrijë marrëveshja, a mjaftoj votat e LDK-s edhe vendosis për zgjedhjen e presidentit? Po tani, ajo është çështje matematikore, ne çka mund të them është një marrëveshje e mirë për LDK-n, siguron që krejt votat e LDK-s të jenë a janë të mjaftueshme? Dhe pasaj, do më thonë, janë vota të cilat e japin një numër që është i domosdoshëm për zgjedhjen e presidentit. Varet edhe prej minoriteteve, varet edhe prej partive të tjera se çfarë qëndrime. Po, veç pa votat e PDK-s se të AKS është problem në zgjedhjet kriza e presidentit. Mirë, tash varet krejt, mas pari varet nga emri, varet nga një marrëveshje politike, sa vota dhe për sa vota të tjera po flasim. Do me thënë, kjo është tash çështje matematikore dhe për këtë kërkohet nga dishmëria. Çështje matematikore shkum zgjedhjet jashtëzakonshme jonë. Po veç se kështu matematikore shumë e thjeshtë, po shkum drejt zgjedhjeve. Pra, për çita kërkohet nga dishmëria e të gjitha partive politike për të diskutuar për presidentin për shkak se votat e secilës parti politike janë të rëndësishme. Ty mos i pas votat si dy subjektet, mjaftueshme për presidentin, a e vërtetson kjo marrëveshje mes vetëvendosjes dhe LDK-n? Tani, po them, pesha politike është në bazë votave që i kemi, dhe na flasim vetëm për votat. Po, koalicioni ndërtohet mbi bazën e presidentit, dhe në kalumin që është që ndërton koalicionin. Tash, mungesën e votave do të thotë që e vështirëson pak marrëveshjen mes vetëvendosjes dhe LDK-n. Absolutisht, kur kërkohen vota edhe kur ka nevojë edhe për votat të tjera, pastaj duhet i involvohen edhe partnerë të tjerë. Edhe ata kanë pastaj nevojë për të diskutuar, për të ullur, për të diskutuar emra, parime, e kështu me radhë. Për këtë faktikisht ne edhe unë nuk kam mirë kuptim për situatën edhe krizat politike që kemi pas në kalumen, sepse kur e dim që jemi në një krizë, dialogu është i domosdoshëm. Duhet me ullë dhe me dialogu natë e ditë derisa të gjejmë një zgjidhje. Po, Jeon, edhe pse LDK-ja, domon, edhe Ajurmekun që është djep i demokracisë në Kosovë, partit politike, njerëz në përstëdit televizive po thonë tonë kohën që edhe nëse arrit marrëveshja, LDK nuk i ka votat e mjaftueshme pasi që një pjesë e caktuar me deputetëve nuk do t'i përzigjë një marrëveshje të mundshme te kryetari Abiziku me vetëvendosjen. Edhe pse në kalumin ka pas kuvende, ka pas një, po LDK ka votu, njerëz kanë dalë për te pikpamjet veta personale, kanë votu shpesh në kuadër të qëndrimeve të partisë, ju nxjerrët edhe një vendim mrena kuvend që e patët. A mundet me pas hezitime dhe mos marrëveshje mrena LDK-s për çështjen e një marrëveshje mes LDK-s dhe vetëvendosjes? Apo tash momenti është obligativ? Po që e para mungon marrëveshja politike, se kur të kemi një marrëveshje politike, pastaj shkojmë në organe të partisë ku i diskutojmë ato. Këto janë akuzat cilat ju dëmtojnë LDK-n, se njerëz prethodhin në përstëdit televizive. Po tash ju e kuptoni që ka aktorë të ndryshëm të cilët po ndikojnë edhe ndikojnë edhe qëndrimet. Por ajo që është faktike, momentalisht ne nuk kemi një marrëveshje politike. Nëse do të arrihet ajo marrëveshje ose një draft ose një opcion e marrëveshjes politike, kthehemi në organet e partisë politike ose të LDK-ja dhe i diskutojmë, kemi kryesinë, kemi këshillin e përgjithshëm, ku ne marrim, si me thanë, mendime rreth asaj marrëveshje. Nëse dakordohemi me shumicë votash që ajo marrëveshje duhet të bëhet, pastaj secili deputet është
përfaqësuesi i LDK-s para së gjithash edhe i qytetarëve votuesve të cilët e kanë votu LDK-n dhe në një farë forme ne prezantojmë aty para së gjithash edhe qëndrimet e partisë politike. Prandaj nuk shoh vështirësi këtu, unë vështirësinë e shoh që të arrihet ajo marrëveshje politike, nëse arrihet atëherë janë organet e partisë tonë të cilat e diskutojnë dhe e marrin vendime. Jo, na kanë diku në 3-4 minuta. A e keni amnistu vetëvendosjen dhe qëndrimet që keni pasi LDK në këto 6 vite qeverisje, keni konsideru si qeverisjet e dopt me dështime në arsim, dështime në shëndetësi,